vështirë. Për do t'ja dalim. Se kjo qeveri... Vetëm për para. Nëse nuk do jenë burg gjithë deri atëherë, se ku merret vesh me këtë histori. Ndërkohë, në këtë çast regjia më thotë që duhet të spostohemi me kolegët tanë, sepse ka pasur jo vetëm në Durrës përmbytje, por nga veriu në jug, sidomos ulësira perëndimore. Denis Bayraktari do të jetë i pari që do të na jap detaje, sigurisht për zonën e Lezhës, por edhe të Shkodrës. Nuk e dini se e kam në këtë çaste? Është. Denis, mirëmëngjes. Denis. Mirëmëngjes, ju përshëndes. Situata si paraqitet në këtë momente? Rreshtë e shiut të paktën për momentin kanë pushuar në kryeqendrën e veriut, por gjatë ditës djeshme ka qenë një situatë e vështirë. Në fakt, për gjatë 2 ditëve të fundit në qarkun e Shkodrës, nisi me bashkinë Malësi e Madhe me disa zona të përmbytura dhe të bllokuara në territorin e bashkisë Malësi e Madhe, pas vijoi gjatë ditës djeshme me bashkinë e Shkodrës, aty ku ka pasur disa problematika, konkretisht në fshatin Trush të kësaj bashkie, me disa toka bujqësore dhe toka të përmbytura, një situatë e përsëritur, sidomos në zonën e Shkodrës, por edhe në zonën e Trush, e cila në një pjesë të saj prapëson përmbytje brenda 2 muajsh, pasi kjo situatë u përsëriti edhe gjatë muajit nëntor të vitit të kaluar. Banorët e rrethtuar kanë kërkuar ndërhyrje nga bashkia e Shkodrës, sepse një situatë e tillë ka ardhur vetëm si shkak i rreshtë të dendura të shiut, por edhe bllokimit të kanaleve në këtë zonë, ndërkohë që gjatë pasdites së djeshme rreshtë të shiut kanë vijuar me intensitet, siç është bërë me dije, ka pasur sharkime nga hidrocentralet dhe është bërë gjatë mbrëmjes mesazhe, është bërë apel për të marrë masa banorët, sidomos në zonën e Shkodrës, një zonë problematike prej vitesh, e cila sa herë pra ka rreshtë dendërëshi apo dhe natyrisht edhe shkarkime nga hidrocentralet pëson përmbytje të ndryshme. Mbetet për të parë gjatë ditës sotme si do të jetë situata, sidomos në zonën e Nën Shkodrës, ndërkohë që në bashkitë e tjera, ato të Pukës dhe Fusharzit, ka pasur shkarje dherash dhe rënje gurësh në akse ndryshme. Gjatë mbrëmjes së djeshme, problematike situata ka qenë edhe në bashkinë e Vauidejes, ku projektinës, edhe ky një problem i mbartur në territorin e kësaj bashkie ka vëshuar furishëm drejt rrugëve të qytetit të Vauides, duke bllokuar për rreth 1 orë pedonalen e qytetit, por edhe një pjesë e mirë të qytetit të bashkisë Vauides, por me pas uji ka nisur të tërhiqet dhe ka pasur një qetësim të situatës. Si që thash, rreshtë të shiut kanë pushuar paktën që në orët e para të mëngjesit dhe do të shihet situata në terren nëse ka përkesim të saj në zona të ndryshme të Shkodrës. Po, ndërkohë sa i takon bashkisë së Lezhës, e cila ishte më problematike ditën e djeshme, Denis, nuk e di nëse ke informacione. Në bashkinë e Lezhës situata paraqitet problematike, ka pasur dalje nga shtati lumit e Drin, duke bllokuar edhe shëtitorin e këtij qyteti, ndërkohë problematika ka pasur edhe në zona në fshatrat e kësaj bashkie, edhe kjo ashtu si Shkodra, sa herë ka rreshtë dendura shiu, ka përmbytje, sidomos edhe në qendër të qytetit, në lagje të ndryshme, si shkak i bllokimit të kanaleve, dhe ka pasur një situatë të vështirë. Por, fatmirësisht, paktën deri tani nuk është janë regjistruar dëme në njerëz si në Shkodër, ashtu dhe edhe pse duhet theksuar, ka banesa të rrethuar me prezencë uji për rreth, ndërkohë që në mos gaboj në Lezhë ka pasur një evakuim të një familje. E kuptoj, Denis, të falenderoj për informacionet që na përcolle. E përshëndesim kolegun ton Denis Bayraktari, ndërkohë afrohemi pak në Durrës vetëm për pamjen më simbolike të abuzimit dhe sigurisht të skandaleve, është veliera një vepër arti. Ha debat si etiketim, si të qoftë është përmbytur në mënyrë spektakolare, duket gati një pishin me përmasa olimpike. E kalon 25 metërshin. Të lutim më e pak 10-ën, të shohim me që ka shkuar dhe një 50 milion euro, 26. Jam ba njeri u të kaloj atë gjithë. Dhe kjo është para se të ka rritur një pikë që kishtë dhe një gjysmë metri larg nga tavani. Si ka shkuar me një asku që
mund të mbledhi ujë ena, Nese, pamje simpatike. Këto banorët e Durrësit mund ta përdorin edhe për sporte ujore. Sport ekstrem është pikërisht sezoni i duhur. Në çiknat në gjë kështu. Pamje të tmerrshme. Në fakt, në këto momente mund të shkojmë dhe në Gjirokastër, sepse kemi edhe aty kolegën ton për ditur dhe më shumë mbi situatën në këto momente. Ervina She do të jetë gati miq të dashur për të na raportuar nga Gjirokastra, sigurisht u la pak pas dore, me që nuk është një vend që përmbytet zakonisht, por pamjet e mbrëmshme kanë qenë vërtet shqetësuese. Ervina, çfarë ka ndodhur në terren? Mirëmëngjes për ty. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi, atëherë në Gjirokastra sot në fakt është zgjuar banorët e saj me panik, ashtu siç vihet re edhe nga pamjet. Ndodhemi në lagjën 18 shtatorit të qytetit të Gjirokastrës, e cila ka qenë një nga lagjet e përmbytura gjatë mbrëmjes së djeshme, mjaftuan vetëm rreth një orë shi me intensitet të lartë për të sjellë këtë situatë që gjendemi sot. Banorët të cilët kanë dalë nga banesat e tyre dhe po japin ndihmën për të pastruar inertet në rrugë. Dhjetra biznese të përmbytura, dëme të konsiderueshme. Madje gjatë mbrëmjes së djeshme kemi pasur edhe në rrezik edhe jetë të banorëve, ku kanë qenë forcat zjarfikse në fakt, të cilat kanë qëndruar përgjatë gjithë pasdites dhe natës në terren, dhe mund të themi Flavio se forcat zjarfikse në fakt nuk janë vetëm heronj të situatave të zjarreve në ver, por ata treguan gjatë natës që janë edhe për përmbytje, duke u gjendur banorëve dhe duke shpëtuar jetë njerëzish, duke u futur në biznese të ndryshme dhe duke tërhequr ujë në akset kryesore, pasi mund të themi se situata që problematike në të gjithë qytetin e Gjirokastrës, rrugët nacionale të përmbytura, makina të ngecura në ujë së bashku me drejtuesit e tyre. Kishim stakim të energjisë elektrike në të gjithë qytetin e Gjirokastrës, një situatë e frikshme, banorët në panik gjatë gjithë kohës. Të paktën unë për aq vite sa bëj këtë punë, mund të themi se viti 2017 ka pasur përmbytje në Gjirokastër, por jo në këto dëme të mëdha dhe të konsiderueshme. Kemi Projën e Ficos, i cili ka dalë duke përmbytur lagjet të pjesës muzeale të qytetit të Gjirokastrës, duke vërshuar ujë në rrugica e duke sjellë me vete të gjitha këto inerte që ju shihni në pamje. Ndërkohë që në terren momentalisht ndodhen edhe forcat e ushtrisë, të cilat po punojnë për hapjen e rrugëve dhe për të gjitha këto inerte të cilat kanë zbarkuar në mes të qytetit, duke sjellë dëme jo vetëm në biznese, por edhe në të gjitha automjetet të cilat kanë qenë të parkuara përgjatë bulevardit të lagjes 18 shtatorit. Është e pamundur për t'i lëvizur këto të fundit, duke sjellë kështu një paralizim të gjithë qytetit të Gjirokastrës. Zonat rurale kanë pasur probleme, por kemi pasur probleme vetëm për shkarje dheu në segmente të ndryshme dhe fatmirësisht nuk ka pasur përmbytje të banesave, duke qenë se është përfshirë gjithë qarku nga rreshtit e shiut me intensitet të lartë. Kemi pasur probleme të vogla në segmente të ndryshme në zonat rurale të Bashkisë Tepelenës, me Malijajt, Kërcyrës, Përmetit, Dropullit dhe Libovës. Sigurisht që një pjesë e tyre ka shkëputjet e energjisë, një problematikë e mbartur ndër vite për sa i përket linjave të amortizuara, ndërsa në qytetin e Gjirokastrës OSHE-a dje ka stakuar energjinë elektrike për shkak të sësisë së madhe të ujit. Liçeni Virojit doli në rrugën kryesore që lidh Gjirokastrën me Tepelenën. Njëkohësisht aksi Gjirokastër-Kakavije ka pasur prap probleme për gjatë natës, duke u bllokuar në pika të ndryshme, por që momentalisht është i kalueshëm nga automjetet e larta. Një situatë kritike pasi meteorologët kanë parashikuar që edhe gjatë ditës së sotme do të kemi rreshje shiu me intensitet të lartë në qarkun e Gjirokastrës. Nga ana e bashkisë në terren ndodhen punojësit e pastrimit publik, por njëkohësisht kemi edhe emergjencat civile. Një situatë në fakt që duhet të ishte paralajmëruar, por që nuk janë marrë masat paraprake. Nga ana e prefekturës thuajse nuk kemi informacione të detajuara për sa i përket dëmeve që janë shkaktuar. Nuk dimë nëse ka familje ende të përmbytura në njësinë administrative të Lunxhërisë, duke qenë se kemi të bëjmë me një zonë fushore dhe është anës lumit. Niveli Drinos dhe i Vjosës ka arritur parametrat maksimal.
Nuk dihet se si do të jetë situata përgjatë ditës së sotme, pasi është e vështirë edhe ndërhyrja, ashtu siç vjetre në pamje pra kanë dalë dhe vetë banorët të cilët japin ndihmë. Një biznes këtu pranë ka pasur një dëm maramëndës, le ta quajmë kështu, gati 300.000 euro dëm, një biznes me veshje rrobash, ku inertet i kanë thyer vitrinat, kanë hyrë brenda në ambientet e brendshme dhe është e pamundur pothuajse edhe ndërhyrja për momentin, vazhdon të jetë situata e njëjtë. E ndërsa të gjithë bizneset që kanë urdhra? Dakor, isha pak i habitur te shifra të veshjet. Sidoqoftë, Ervina, besoj ke komunikuar me inxhinier, me profesionist në Gjirokastër. A ka ndonjë koment, ndonjë arsye nga vjen kjo përmbytje e këtij niveli, nëse ka qenë vetëm për pak orë shi, qoftë edhe me intensitet lart? Po, shumë pak. Në fakt, Flavio, në dje kemi qenë gjatë gjithë kohës në monitorim të situatës për shkak të punës, edhe ishte e pabesueshme si ndolli vetëm në disa minuta ujë vërshoi në rrugë dhe gjithçka u përmbyt. Pra ishte diçka e paparashikuar, ashtu siç e thash, 2017 ka qenë që ka pasur përmbytje në Gjirokastër, por jo të këtij niveli. Për sa i përket inxhinierëve, pastaj apo komunikimit që mund të kemi pasur, mund të themi se kemi një mungesë të informacionit, pasi askush nuk ka në mendje derisa të paktën situata të stabilizohet dhe pastaj të gjenden shkaktarët. Është shumë e thjeshtë. Këto problematika apo vërshimi ujit janë të paktën minimumi që duhet të ishte bërë, ishin pastrimet e kanaleve, të pusetave. Këto janë masat minimale që mund të merreshin paraprakisht, sepse edhe pse jam zhvilluar mbledhje në prefektur më përpara, unë nuk e di se çfarë kanë diskutuar për sa i përket situatave emergjente, pasi situata është kjo që duket. Ushtria në terren, panik tek njerëzit, tek të gjithë banorët, pasi dje ka qenë e pamundur të dilje nga banesat. Unë personalisht kam qenë izoluar në banesën time, pasi ujë vërshonte përpara pallatit dhe ishte pamundur për të dalë në terren. Edhe pse ka pasur shumë raportime nga qarku i Gjirokastrës, Ervina, për abuzime me tenderat dhe nga bordet e kullimit të kanalizimet, me sa mbaj mend. Raportime nga kolegu jon Armando Rabi, aso kohë, por dhe tjerë. Për sa i përket tenderave, për aq kohë sa unë të paktën s'kam asnjë gjë të faktuar, nuk mund të bëj një koment personal lidhur me këtë situatë. Problematikat janë evidente dhe shihen. Shkaqet patjetër që duhet të dalin dhe duhet të ketë një hetim madje të gjithë kësaj situate që ndodhet sot qyteti i Gjirokastrës dhe dëmi që i është shkaktuar banorëve. Është e pamundur që këto biznese të cilat operojnë në bulevardin e Lagjes 18 Shtatori deri tek ura e Lumit të dëmshpërblehen me këto dëme kaq të mëdha që kanë shkaktuar këto përmbytje. Ka që vetë pronarët të cilët dalin anës rrugës kanë vendosur prita për të shmangur sa do pak, por që ishte pamundur. Le të shpresojmë që ky të jetë një mësim i mirë për të gjithë drejtuesit dhe për gjithë pushtetin, për sa i përket qarkut të Gjirokastrës dhe mbar vendit. Por në Gjirokastër ka ngjallur panik sepse kjo situatë është për herë të parë dhe banorët nuk janë ndeshur ndonjëherë. Kemi pasur makina, automjete të cilat i ka marrë rjedha e ujit, vërshimi i ujit, të cilat kanë qenë të parkuara dhe që s'mundesh dot t'i parandaloje. Pra situata është alarmante dhe kritike dhe nuk dihet se si do të jetë në orët në vijim. Ne patjetër që do të vazhdojmë dhe do të qëndrojmë pranë bizneseve për të parë edhe nga afër të gjitha dëmet e shkaktuara nga kjo përmbytje. Pamje të frikshme këto nga Gjirokastra. Ervina, të falenderoj, të përshëndes. Faleminderit ju. Përshëndesim kolegën tonë Ervina Shea. Nëse Gjirokastra se kuptoi të emri kryebashkiakut. E thaj që unë jam golemi edhe e pas ka bërë plazh aty. Pas ka bërë Gjirokastër me det, mendoja se shkonin në Sarandë, por jo, tani kanë të vetën. Ndërkohë pamjet më shqetësuese dhe më të frikshme janë ato që vijnë nga Durrësi, sidomos nga lart, duke i tërë qyteti i përmbytur, pamje nuk e di të ngjashme me ato me Indina, me ku ka zakonisht India ka shumë përmbytye. Dhe uji është kudo praktikisht, nëpër pallate. Nuk më duhet as në zonë kështu kjo, po ja që janë këto pamjet, miq të dashur, uji është kudo. Kudo, nuk ka asnjë shtëpi të paprekur, sigurisht për ashtu ato që janë ka dytë e sipër, nuk ka asnjë vend të paprekur nga uji. Dhe
për dursin pak ndjemi të qartë, pse ka ndodhur në Gjirokastër, presim të kemi informacionet të tjera, mbase dikush do e marri përgjegjësinë, do e zbulojmë ç'dreshin ka ndodhur në Gjirokastër që na u përmbyt qytetin Majtmalit. Nuk kam një koment ekstra për këtë, ndërkohë miq të dashur, kam përshtypjen se ne do duhet të spostohemi sërish tek mesazhet tuaja dhe të shumta janë ato që na vijnë edhe nga terreni, nga qytetarë. Asnjë nuk përmendi dje se çfarë ndodhi me amfiteatrin në Durrës si pasojë e shiut, i cili është në këtë moment i mbuluar nga ujë. Galeritë, siç do të shikoni nga video, janë të mbushura me ujë. Nuk është dukur asnjë këmbë njeriu për ta parë këtë ngjarje e cila nuk ka ndodhur kurrë më parë. Imagjino, nuk ka ndodhur në 2500 vjet. Nuk më duk një shi që bie një në 2000 vjet ky. As mua të them drejtën, por Po dhe mund të ketë qenë në shi kokër madh, kështu. S'kishim parë me kokrën e madhe. Është edhe një video. Të tjera dëmë në vijim. Po, tash nëse është përmbytur amfiteatri, dëmi u bë, nuk e di se çfarë dëmesh të tjera mund të mbeten për të bërë. Sidoqoftë, edhe ky kontakti, lutem regjia, nuk e dini se do të postojmë në këtë çaste në një shkëputje publicitare, por më mirë të japim pak kohë kolegëve tanë sa të përgatitemi për të spostuar me të tjerë qytetarë të cilët janë në një situatë goxha kritike. Rikthehemi më njëherë, pas pak qëndroni me ne.